Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, pra studio emisioni frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë, mirë po edhe me lidhje direkte dhe bisedën në studio. Fokusi do të jetë sërish në Kaçanik dhe arrestimi që ka ndodhur një ditë më herët të 7 personave të cilët dyshohet se kanë qenë të përfshirë në vrasjen e rështerit të policor para disa javësh në qytetin e Kaçanikut. Sot dënjetit kanë dalur para trupit gjykues, mirë po veprat me të cilat në ta ngarkohen dhe për çka dyshohen është shqetësuese, duke pas parasysh se shumë kush po i lidh edhe me aktivitetet e tyre ekstremiste. Për këtë arsye, pas pak në lidhje direkte do ta kemi njërin prej avokatëve që mbron njërin prej të përfshirë në këtë rast, pra zonjën Femije Gashi, e cila është avokate e Diamant Gashit. Ndërkohë, sigurisht se përfshirja në këtë rast, pra të vrasjes së policit nga Kaçaniku, përfshirja disa personave të cilët kanë lidhje me fe, ka shqetësuar edhe Bashkinë Islame të Kaçanikut dhe shpresoj shumë ta kemi një lidhje direkte me Fedaim Fazliun, kryetari i Bashkisë Islame të Kaçanikut. Kurse në pjesën e tretë e emisionit frontal do të flasim për problemet që kanë punëtorët, të drejtat e tyre dhe mangësitë që kanë në vendin e punës, pra në menjëren e Kishnicës, për shkak se të njëjtit po ashtu janë futur në grevë për faktin që atyre u mungojnë pagat, pra nuk kanë marrë pagat e muajit që shkoi. Në studion e emisionit pas pak do të jetë Valdet Osmani, punonjëse në flatacionin e Kishnicës. Do të kemi edhe shumë informacione përpara se gjithashtu titulli kryesor. Në masa të rrepta sigurie dalin para gjykatës 6 arrestuarit për rastin e vrasjes së Muhamet Ligës, kërkohet paraburgim për ta. Gjykata Ferizajt e konfirmon se dyshuar për vrasjen e rështerit Liga ishte dënuar për dhunim, policia e la të lirë i PK nis hetimet. Nesër vazhdon seanca konstituive, nuk ka ndonjë lëvizje të vetëvendosjes për të siguruar votaj. Haradina insiston se kanë votë vetëm për Bajqinovcin. Minatorët e Kishnicës u dalin pagat e marsit, në gjatë nuk ka vendim për ndërprerje të grevës. Emisionin frontal për sot nisim pra me atë që ka të bëjë me ata të cilët akuzohet për vrasjen e policit në Kaçanik, të cilët sot kanë dalur para gjykatës në gjykatën themelore të Ferizajt. Pra ata të cilët akuzohen për këtë vrasje janë paraqitur sot para trupit të gjykues në Ferizaj dhe sigurisht 6 të dyshuarit për vrasjen e rështerit Muhamet Liga janë dërguar në gjykatën themelore në Ferizaj. Tashmë në masën e paraburgimit është i mitur i RB që dyshohet të këtë qenë dorasi. Pas përfundimit të seancës u bë ditur se prokuroria në Ferizaj ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit ndaj tyre, ndërsa avokatët e akuzuarit kanë deklaruar se klientët e tyre janë deklaruar të pavajshëm. Muhamet Liga u vrau me 1 prill në shkallët të ndërtesës Kubanante, ndërsa 7 të dyshuarit për këtë rast u arrestuan me 21 prill. Në momentin kur ka përfunduar seanca, para gazetarëve kanë dalur edhe avokatët e atyre që dyshohet se kanë qenë të përfshirë në një formë ose në tjetrën në vrasjen e policit Liga. Tash kam në lidhje direkte zonjën Femije Gashi Bytyqi, avokate e Diamant Gashit. Përshëndetje zonja Bytyqi. Përshëndetje Arsim, përshëndetje televizioni shtatë. Faleminderit shumë që je pjesë e emisionit frontal, ndonë se keni angazhime të mëdha, që më tepër ku pak më herët ka përfunduar seanca fillestare, si shkoj? Ka qenë seancë për caktimin e paraburgimit dhe tash jam duke u kthy rrugës, por unë alem në një parking, me qenë se jam me bashkëshortja në shoqëruar, për të lidhur me juve. Ka qenë një seancë që ka zgjatë mjaft, për arsye se ka qenë 6 e pandehur, mesin e tyne edhe klienti im Diamant Gashi, i cili në radhë ka qenë i fundit. Prokurori ka paraqit kërkesën e vet, në të cilën kërkesë unë për referohemi do me thonë vetëm klientit tim, ai e kundërshton për arsye se thotë kam qenë shpe edhe lajmin për vrasjen e të ndjerit Muhamet Liga, thotë e kam dëgju prej babës tim, është i moshës 21 vjeçare, madje baba i tij
dje, kur ka ardhur dhe më ka angazhu, kemi bërë kontroll për mbrojtje vetëm gjatë fotës së time, për arsye se i njëjti thot vetëm nëse 1% djali im është implikuar, unë nuk pranoj, do me thonë ato as t'i jap mbrojtje, e as nesër ta pranoj shpe. Megjithatë, ajo çka është garanci për opinionin, sepse tash është kjo fazë fillestare, edhe nuk mund të themi, do me thonë, si veprojnë kryesisht avokatët, ka apo s'ka prova, për arsye se provat nuk na i shpalos këtë kohë Prokuroria e Shtetit, organi hetues, vetëm ajo çka dihet që është bërë një punë intensive, kanë punuar, do të thonë kanë marrë informacione edhe prej AKI-s edhe Policia e Kosovës, Departamenti i Krimit të Organizuar, bashkëpunim me prokurorin edhe kryeprokurorin e Frejzojt, me urdhëresat të cilat i kanë shkuar kjo gjykat, mirë po çka do të më sqaruar është se deri tash kur u deklarova, do të thonë vazhdimisht ka qarkullu lajmi se kjo vrasje ka të bëjë, do të thonë edhe me ideologjinë fetare, islamiste, madje në këtë rast duke u nisur nga fakti se ekziston rregulla e përgjithshme garantuar me ligjin e Kosovës, edhe konventa ndërkombëtare, çdo njeri konsiderohet i pafajshëm, derisa gjykimi ta marrë formën e prerë, mirë po në këto etiketime, do të thonë janë dëmtuar edhe familjet e tyre, në anën tjetër edhe këtë rrethi i Kaçanikut, për arsye, mandje ka qenë monitorues aty edhe Uleksi gjatë seancës, me qenë se seanca dëgjimore zakonisht janë të mbyllura për publikun, për shkak të këtij konotacioni që i kanë dhënë mjetet e informimit. Arsim? Jo, dëgjoj shumë mirë, po më intereson për çka akuzohet klienti juaj? Pikrisht, do me thonë, klienti im, zbashku me të tjerët, do me thonë, këtë fazë prokurori i ka shty gjithë me një grup, vrasje kryer, vrasje rënd, e kryer në bashkëkryrje, mirë po nonën tjetër në dispozitive në kërkesës, në pasusin e fundit, ku në veshtina në proces verbal, i njëjti thot pas kryerjes së veprës penale, ka bisedu me vllaun të miturit që ka qenë Rejhan Bela, edhe thot mandej e ka strehu, po nuk e sakson ku e ka strehu, çka i ka ndihmu në përmenda, do të thonë, do të mos saktësua ajo, edhe kështu që ajo bashkëkryrja, siç parashihet me kodin penal 131, bashkëkryrja thot kur therpsisht ka kontribu vrasjes. Edhe pikrisht kërkova nga prokurori çështjes që detet në vijim, për shkak se unë e kuptoj angazhimin që e ka pas, do të thonë këto afatet kohore shumë të shpejta për 48 orë që duhet me dalë para gjykatës me këto kërkesat, kërkova edhe akt vendimin për fillimin e timeve që na i dha, edhe me do të thonë që javët në vijim, natyrisht, ose do ta merr pyetje klientin tem, për arsye se nga ai përshkrim del jo vepër penale vrasje rënd, po del dhënia ndihmë pas kryerjes veprës penale, që është do të thonë këtë tjetër. Megjithatë ta shohim, do të thonë tash kur ta ballafaqojnë gjatë marrjes pyetje klientin me çfarë prova kanë, mirë po në këtë fazë procedurës përkundër faktit që na kërkuam shkresat e landës, për shkak se është në procedurë penale barabarësia e orënve quhet, do të thonë jena të barabartë që na me ditë çka din prokuria, po zakonisht organi i shtetit, prokuria është truri i shtetit edhe ka e përsi, edhe ka ndonjëherë bazën ligjore për të mos na i dhënë këtë fazë procedurës, do të thonë detaje më të mëdha në mënyrë që mos të prishet procesi i hetimit. Se keni takuar sot klientin tuaj, çka po thot ai? Në fakt unë edhe dje, kur ka ardhur baba i vet në zyrën time, edhe me atë bindje shumë të madhe, dhe pse unë sot e përmend edhe në seancë, unë vet i kam 3 fëmijë, i kam 3 nipa, 3 mbesa, edhe garancione më i me dhon vetëm për vete, po baba i vet me atë njerëzillëk që kishte, nëse më i me thonë, ai më tha, u më angazhoj, tha shko vizitohet djalin, tha dhe le tregon. Edhe tha fëmijë, nëse ai djali jam veç pak është impliku, tha unë ta paguaj që të shërbim që po e bën, por jo më tutje, do të thonë ishte një njerëz shumë i ndershëm, përveç asaj kishte një lidhmëri aty, është Kaçaniku është rajon i vogël, do të thonë që kemi na traditë me qenë tavë, edhe kishte ndjer shumë dhimbje për këtë Rreshterin Muhamet Lika, unë shkova te djali, bisedova, thash dush me qenë i hapur me mua, jam avokatja jote, ai më honte gjithçka, është i moshës 21 vjeçare ky Diamanti, të shofu matutje, po pikrisht
Kjo kur thot se ka fund telefon vlloi i këtij që e konsiderojnë se ka kry vrasjen me këte, ky ka dhënë ndihmë, nuk precizon edhe unë thash prokurorit, unë pres që ta precizoj se bashkëkryrja në vrasje dhe dhënia ndihmë, sepse ndonjëherë në praktikën gjyqësore për këto vite sa ka ndodhur, po e marrim shembull, një taks e ka kryer njëri vrasjen edhe taksisti e ka prit. Pacient dijeni pse ka çu atë klientin e vet, edhe ka nejt 6 muaj në burg, është shpolli pa fajshëm, po begi i ka romu ballafaqu me përvim të lirisë, për shkak se ndonjëherë arsim na mund të kontaktojmë njerëz, unë po prejudikoj, jo për këtë rast, për këtë rast, siç po më dëgjoni, as nuk po them e ka kry, as e ka kry. Sepse është shumë fazë fillestare, edhe domethënë ata janë persona zyrtarë, policia, KI-ja, prokuria, nuk është për t'i nënçmuar ata kur të arrestojnë person. Mirë po ndonjëherë ndodh, atë unë e them kështu në mënyrë figurative, sikur lumi kur del prej vendit, edhe mandej lumi merr edhe jo vetëm ato onë të lumit që e ka, po merr edhe më shumë kur vërshon. Edhe në këtë rast nuk po muj me prejudikuar, ta shohim tutje, po ndonjëherë edhe pse ata kishin pretendime se shtëpia ti kemi ofër. Njëri prej tyre thot kam qenë, kom alibin e dëshmoj, kam qenë me të fejumen apo me dashurën kështu. Të gjithë e mohonin, por edhe klientin, por unë nuk jam garantues të atyre, domethënë edhe du mu po, nuk jam, unë jam edhe du mu kuptu para shikuesve të televizionit shtat, për arsye se në për portale shumë po më ofendojnë, për informacionin e shikuesve, kur vepra penale mbi 5 vjet, është obligim ligjor me qenë avokati. Avokati nuk është ai që duhet të shtrembëj faktet. Avokati nuk është ai që duhet të qet hisyve organit shtetit. Unë përkundrazi kam shumë konsiderat, as më tepër që ka të bëj me një i cili vron një shkollik me cilën na ka lidh dës policia. Mirë pa avokati është një mbrojtje ligjore, procedurale e domosdoshme, sikur mjeku ta refuzon pacientin, njëjtë është. Kush është pacienti? Me çka merrej, a keni informacione çka ka bë më herët Diamanti? Diamanti, diçka rreth punëve të shtëpisë aty ka punu, nuk ka pas ndonjë aktivitet. Edhe pse sipas mbrojtjes Diamanti thotë na krejt saj kum njoft ta djemt për gjymoa, si është ajo që shkojnë krejt e faljen, thotë nuk u pas ndonjë lidhmëri shumë të afërt. Madje edhe një tjetër arsem për shikues. Nga prononcimet që i kumni, nuk e dia ka qenë shefi policisë të Kosovës, zoti Gazbend Hoxha, apo kush e kanë ndërlidh, kanë thonë me punën e të ndjerit Muhamet Lika, edhe mandej e kanë përmend edhe zjarrvënien në gjykatën e Kaçanikut. E për koincidencë unë e kumbrojt aty personit kryesor i cili është akuzu, edhe ai është shpall i pafajshëm prej gjykatave të Kosovës, madje domethënë Këshilli Gjyqësor i Kosovës i ka ofruar edhe shumën e dëmshpërblimit. Kjo nuk kupton që ndonjëherë drejtësia dhe gabon. E avokatit këtë drejtim është, domethënë këtë drejtim proceduralisht me ndihmue edhe ligjërisht personin, domethënë që mos që të jetë një gjykim sa më objektiv dhe real. Deklaroi i akuzuari për vrasje. Ky klienti im Diamant Gashi thot, unë për vrasje thot në mëngjes thot ka orë bova, edhe më ka të kuroqur mëngjes, domethënë, se thot ka flet më shumë si trit, ai sot qenë ora 5, edhe thot prej babës e ku marr vesh, edhe ai aty u deklaru që tepër unë vjeket, se ka qenë një njeri i mirë, ka qenë një njeri i sjellshëm, edhe tjetra është ky klienti jam kurrë s'kishte pos punë me policia, verifikimet i ka gjykata, po si që deklaru i njëjti, do me thonë që s'këpoj me këta. Mirë, avokate, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit frontal. As pak e na lën veturën rrugë kështu, mu lidh përmes telefonit me juve arsim. Faleminderit shumë. Zgjidhja, zbulimi i çdo vrasje është një lehtësi për gjithë qytetarët e Kosovës, edhe përkundër faktit që familja Lika nuk e kthen më në jetë djalin, bashortin e tyre, do me thonë zbulimi të vërtetës një vrasje misterioze të tillë është një farë lloj satisfaksioni dhe njëkohësisht për gjithë qytetarët e Kosovës çdo zbardhje e vrasjes na krijon një siguri. Ajo vlen edhe për neve avokatët, sepse na jemi qytetarë të Republikës të Kosovës edhe dëshirojmë të gjithë
sigurien jetësore të çdo kujt edhe tonën. Prandaj nuk duhet të keq kuptohemi për misionin që kemi. Faleminderit shumë, ishim në lidhje direkte me avokatën Femije Gashi Bityqi, ndërkohë pas seancës kanë folur dhe deklaruar para gazetarëve edhe avokat tjerë. Unë si mbrojtës i rilindit, duke bazuar në ato prova që deri tash i kemi, konsiderojmë që klienti jem nuk është i përfshirë fare në këtë vepër penale, kështu që prokuria pretendon se ai ka qenë një ndër antarët e grupit që në bashkëpunim edhe me antarët e tjerë kanë planifikuar dhe kanë përgatitur veprën penale me të cilën dyshohet se kanë kryer. Përdorë si alibi, thotë se prej orës 10 në mbrëmje deri në orën 3 të mëngjesit ka qenë me fejuarën e tij, e ka të kurrizuar me kështu martesë me te hoxha si e ka përmendur vetë, edhe thotë unë s'kam të bëj me këtë vepër. Për klientin tim që është i fundit i rënditun, thotë se pas kryerjes së veprës penale, domethënë ka strehu në shtëpinë e tij, mirë po klienti im është domethënë i kategorik që as nuk ka qenë dieni çka ka ndodhur, për arsye se familja e tij, siç jemi ne shqiptarët, e ka një lidhje miqësore me familjen e ndjerit Muhamet Lika, për cilin natyrisht edhe mu vjen shumë keq, as më tepër që kena qenë ish koleg në policinë e Kosovës. Edhe thot që lajmin e ku marrë prej babës, këtë ma thot edhe baboj i tij, cili djerë momentin kur më ka angazhu, kemi bërë kontrat vetëm për fazën e time, për arsye se ka thonë, në rast se djali em është spaku vetëm 1% i implikuar këtë vepër penale, unë nuk pranoj as avokat, as gjë të siguroja atij. Pikërisht i dyshuari kryesor për vrasjen e rështerit Lika ishte dënuar me herët për dhunim, mirë po policia ka lënë të lirë, për këtë arsye edhe Inspektorati Policor i Kosovës ka nisur hetimet. Paku para se të kryente veprën e dytë penale të vrasjes mbi supe i rëndonte një tjetër. Rëbë i dyshuar për vrasjen e rështerit Muhamet Lika ishte akuzuar për dhunim. Këtë konfirmoi gjykata themelore e Ferizajt pasi përcaktoi 1 muaj paraburgim. Gjyqtari i çështjes ka caktuar masën e paraburgimit në kozgjatje prej 1 muaj. Ka në procedurë të ekzekutimit të masës institucionale në kozgjatje prej 2 vite për veprën penale dhunimi nga neni 227 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-s për të cilën ka të lëshuar urdhër arrest. Kësaj masën dëshkimore i dyshuari si u nënshtrua fare. Ish nën koloneli policore Fkim Morina tregoi se bare kujt është zbatimi i urdhrit të gjykatës. Arrestet që shohen nga gjykata duhet zbatohet nga organi do të thotë zbatues i ligjit, nga policia. Prandaj forma e tillë e zbatueshmërisë vjen pasi që kemi të bëjmë me një urdhër që jep gjykata, sidomos për vepra të rënda penale, vrasjeve, grabitjeve, dhunimeve seksuale e tjera, ku kemi të bëjmë me vepra të rënda penale, prandaj kjo duhet të zbatohet. Ai foli edhe për mobilizimin e policisë për kapjen e personave të përfshirë në ekstremizëm fetar. Forma e luftës së ekstremizmit fetar është gjithë përfshirëse, pasi që kemi të bëjmë me një fenomen i cili në një mënyrë ose tjetër indoktrinon gjenerat e reja. Prandaj është mirë që kjo të luftohet nga familja, shkolla, nga xhamia, kisha, nga predikuesit fetar. Pos dyshuarve hetime ka nisur edhe ndaj zyrtarëve policor për shkak të mosbatimit të urdhër arrestit. Duke ju referuar kërkesës suaj, IPK ju konfirmon se tashmë ka filluar të ndërmarrë veprime hetimore paraprake lidhur me çështjen e urdhër arrestit dhe veprimeve të policisë lidhur me zbatimin e kësaj urdhërese. Ndaj RB 17 vjeçar, gjykata themelore e Ferizajt ka përcaktuar 1 muaj paraburgim të hënën pasdite. Policia e Kosovës në periudhën 2013-2025 ka hetuar rreth 500 persona të dyshuar për ekstremizëm fetar dhe terrorizëm. Kush o zotët? Allahu. Cila është feja jote? Me ose pa dëshirën e tij u kujdesën që t'ja mësojnë ato që dashtën. Me çka dëshmon vetëm që je musliman? E këtë mitur persona të arrestuar si të dyshuar për vrasjen e rështerit në Kaqanik Muhamet Lika e ekspozua në rrjetet sociale. Përmes videove të tilla ekstremiste fetare ata u munduan të interpretojnë librin e Kuranit.
A ka dikush ta pagun veshkën më shumë se 1 milion euro? Ka. Kush është ai? Ai është Allah xhelalu. Me këtë llogaritë përbashkët su mjaftuan, njëri nga ta Relin Murati bënte thirrje edhe kundër demokracisë. Gjuha që përdornin një ngjana saj të ekstremizmit fetar. Të tilla nisma po vlerësohen si kërcënim për sigurinë e shoqërisë kosovare. Zakonisht institucionet e sundimit ligjit mirën vetëm me raste të cilat ato i identifikojnë, po që se shoqëria nuk është aktive që të identifikoj probleme të ndryshme të ekstremizmit, jo vetëm religios, po edhe formave tjera të ekstremizmit, atëherë shumë raste mund të mos detektohen me kohë dhe mund të kemë pasojë siç është edhe në bazë të ky rast. Vrajulli thotë se prindërit duhet të merren më intensivisht me fëmijët gjatë edukimit shkollor. Prindërit e rinj synojnë që fëmijët e tyre t'i trajtojnë në mënyrë më strikte, që të mos shoqërohen me persona që nuk kanë bindje të forta religjioze, apo të mos i pranojnë kulturat e ndryshme që ekzistojnë në shkolla. Persona që kryejnë të tilla vepra si përçarja fetare, ekstremizëm fetar e terrorizëm janë të paktë. Nga viti 2013 deri më tani, institucionet e drejtësisë u morën me qindra të tillë. Përmes një përgjigje me shkrim nga Policia e Kosovës dhanë detaje për të shtatë. Që nga viti 2013 deri më tani, Policia e Kosovës ka iniciuar hetime kundër më shumë se 500 personave të dyshuar, ndërsa janë arrestuar mbi 240 persona të dyshuar për vepra penale të terrorizmit dhe vepra tjera penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Valdet Hoxha tregoi hapa që duhet të ndërmerren nga institucionet. Shteti duhet t'i vënë në top prioritet të agjendës së tij luftimin e këtyre dukurive, pa prezumuar fajsinë e tyre, sepse gjithkush është i pafajshëm derisa nuk ka një vendim të formës së prerë gjyqësore. Megjithatë, dora e shtetit duhet të ndjehet në ofrimin e sigurisë së përgjithshme, sigurisë publike për gjithë qytetarët e vendit. Nga Ministri i Arsimit nuk kthyen përgjigje nëse do mbajnë ligjërata në shkolla kundër ekstremizmit fetar. Flasim tash për krimet që janë kryer në Kosovë gjatë të periudhës së luftës, krime këto të cilit e kanë kryer forcat serbe. Dhe me këto krime po merren edhe kongresist amerikan, të cilët kanë deponuar një rezolut lidhur me viktimat e krimeve seksuale. Demokratët e republikanët kërkojnë nga Serbia dënimin e kriminalëve të luftës. Me 30 prill 2019 tregoi për herë të parë historinë e saj në Kongresin Amerikan. E 6 vjet më pas, pikërisht në këtë institucion të rëndësishëm të Shteteve të Bashkuara, u deponua një rezolut lidhur me viktimat e krimeve seksuale në Kosovë, siç është Vasfije Krasniqi. Ajo u sponsorizua nga kongresistja demokrate prej Teksasit Julie Johnson, e mbështetur nga demokratët Mark Wasey, Alexandria Ocasio-Cortez, Norma Torres, George Latimer, Ilhan Omar, Jim McGovern dhe republikani Keith Self. Politikanët amerikanë nga dy partitë erdhën në këto konstatime. E konsiderën të nevërejshëm faktin që askush nuk është dënuar për krimet seksuale të kryera ndaj Vasfije Krasniqi Goodman, dënon fuqishëm përdorimin e dhunës seksuale dhe me baza gjinore si armë lufte, nënvizon rëndësinë e hetimeve të pavarura, transparente dhe të përgjithshme për krimet e luftës të kryera ndaj grave dhe civilëve. Këta kërkojnë nga qeveria e Serbisë të sjellin para drejtësisë të gjithë individët përgjegjës. Të ndalojnë mbrojtjen dhe glorifikimin e çdo individi që ka qenë i përfshirë në krimet e luftës gjatë konfliktit të Kosovës dhe ta bëjë prioritet hetimin dhe ndjekjen penale të çdo individi të tillë. Të zbatojë ligjet për të siguruar që autorët e njohur të dhunës me bazë gjinore të mbahen përgjegjës dhe të sillen para drejtësisë dhe të jepet përparësi krijimit dhe mbështetjes së mekanizmave për gjurmimin, hetimin dhe ekstradimin në Kosovë të autorëve të dhunës me bazë gjinore gjatë luftës së vitit 1999 për të sjellë para drejtësisë. Ndërkaq kërkesat për qeverinë amerikane janë që t'i monitorojë këtë përpjekje të qeverisë serbe dhe të ndajë fonde për një sër projektesh arsimore, kërkimore dhe avokuese në Kosovë. Flasim tash për ata të cilët janë duke u gjykuar në Hagë për disa krime të supozuara që janë kryer gjatë luftës dhe pasaj në Republikën e Kosovës. Por flasim për krerët e ushtrisë shlimtare të Kosovës, të cilët ndodhen në qendrën e paraburgimit në Hagë. Ndërkohë nesër do të mbahet një seancë për ecurinë e çështjes.
124 dëshmitar gjatë 2 viteve gjykim. Shumë prova, dokumente, të cilat shumë prej tyre origjin patën nga Serbia. Pas shumë zvarritjeve e vonesave, zyra prokurorit të specializuar këtë muaj përfundoi me paraqitjen e provave në rastin e ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Tani radha është e mbrojtja e viktimave e tek mbrojtja të akuzuarve. Para se të filloj kjo fazë, këtë mërkur në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag do të mbahet konferenca e parë për çurinë e çështjes. Avokatët e akredituar nga specialja kanë treguar se çka pritet të ndodhë gjatë kësaj konference. Kam vetë të radha mbrojtësit të viktimave të i prezentoj provat e tyre, me sa jam informu, ata nuk kanë prezentuar ndonjë provë të re, kështu që mbetet të radha të mbrojtësit dhe të akuzuarit të prezentojnë provat të cilat të shkojnë në favorin e tyre, qoftë prova personale, dëgjimin ndonjë dëshmitari eventual, ose prova tjera materiale të cilat do të shkonin në favor të tyre dhe të cilat do të argumentonin pafajësinë e tyre. Në këtë konferencë pritet të diskutohet edhe kërkesa mbrojtjes që ka të bëjë me rrëzimin e një ose më shumë akuzave në akt akuz. Mbrojtja mund të ushtrojë kërkesa të ndryshme në lidhje me provat e administruara, të cilat duhet të shpallen si të papranueshme ose për rrëzimin e akt akuzës në disa pika ose në gjitha pikat e akt akuzës ku të pandehurit akuzohen. Por a ka afate kohore se kur mund të përfundoj ky proces maratonik ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakob Krasniqit e Recep Selimit? Një person është arrestuar në Prizren në ndyshimin se ka keqpërdorur pozitën zyrtare gjatë periudhës 2017-2019. Kështu njoftoi policia sot, ku tha se i dyshuari para rreth 8 vitësh pati përvetësuar në mënyrë të kundëligjshme para në vlerë prej 150.000 eurove. Rasti është regjistruar të këtë ndodhur nga 1 janari i vitit 2017. Është arrestuar i dyshuari për shkak se gjatë periudhës 2017-2019 kishte përvetësuar në mënyrë të kundëligjshme para në shumë të përgjithshme prej mbi 150.000 euro, thuhet në njoftim. Prokuroria e Prizrenit gjatë ditës ka njoftuar se ka caktuar masën e paraburgimit ndaj tij. I njëjti është arrestuar për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer vepër penale keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar, thuhet në njoftim. Ndërkohë këtu në Prishtinë ka vdekur burri i cili ishte aksidentuar me 13 prill. Kështu ka njoftuar policia e Kosovës për viktimen i cili ishte duke u trajtuar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Lidhur me rastin e raportuar, ka ndëruar jetë viktima që ishte duke u trajtuar pasi ishte aksidentuar me datën 13/04/2025, thuhet në raportin e policisë për 24 orë. Në me vendim të prokurorit, trupi pa jetë thuhet se është liruar familjarëve, ndërsa rasti do të trajtohet në procedurë të rregullt. Vazhdojmë emisionin frontal me zhvillime politike në vend. Nesër pritet që të vazhdoj seanca e nisur para një jave, seancë kjo e cila nuk po merr epilog për shkak se partia fituese, pra lëvizja vetëvendosje, po propozon për kryetarin e Kuvendit të Kosovës Albolina Haxhiut, mirë po nuk po i ka votat. Ndërkohë po kërkon vota nga partitë opozitare, të cilat nuk po mbështesin. Por Aleanca për Armërinë e Kosovës ka dhënë një propozim të cilin ky subjekt politik ndonë se opozitar mund të mbështes. Pra fjala është për Saranda Bogujevcin. Për këtë çështje për televizionin të shtatë ka folur Ramash Haradinaj. Ndërpresim seancën. Të martën u bën fiks një javë nga data e paraparë për seancën konstituive. Gjatë këtyre 7 ditëve ligjvënësit dështuan 4 herë që ta kryen procedurën për funksionalizimin e institucioneve. Është zonja Albolina Haxhiu si e propozuar, por 2 tentimet e fundit nuk u realizuan për shkak të mos kalimit të emrit të Albolina Haxhiut si krye parlamentare. Konsideroj se ndërpritet seanca konstitutive. Lëvizja vetëvendosje kërkoi nga partitë tjera reflektim dhe ndryshim qëndrimi, mirë po asnjëra nga to nuk duket e gatshme për këtë sipas deklarimeve publike të tyre. Përveç Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që është e gatshme t'i votoj 2 emra. Ne veç i kemi bo publik 2 emrat që t'jene të gatshme me i votu, edhe nëse propozohen në njëni për ty, në vota janë është pro si grup parlamentar. Mirë po reagim të ashpër ndaj kësaj pati ishte në kryetarja Kuvendit Saranda Bogujevci.
Sipas saj, të gjithë këta që po e kërkojnë si krye parlamentare deri dje kritikonin rënd duke e quajtur amatere dhe të padenj. Ndërkaq, Shqipe Selimi deklaroi se do ta votonte pro KD që propozon vetëvendosja, mirë po AK-s nuk i takon të përzihet. Megjithatë, kreu i këtij subjekti politik Ramush Haradinaj e konsideron të tepruar reagimin e Bogujevcit pasi që ky do propozonte krejt dikë tjetër. Reagimi të frum vom duket, na nuk e kem propozuar atë. Pra, u thash dhe njerë, me qenë propozime em, shkon timja, po me që vetëvendosje, po kërkon marrëveshje politike, po li votë për opozitës, na fillojmë në rregullat e çdo dikon që na vjen let me votuar në këtë rast personale, unë s'e kam problemi me atë votën. Kuptohet edhe për Shqipen. Do votoni nesër kryeparlamentare? Gjatë së martës edhe ministri i brendshëm në detyrë Xhelal Sveçla u pyet rreth seancës, por gazetarët nuk morën përgjigje. Këtë procesin, ju jeni dëshmitar për këtë procesin, e dini shumë mirë çka ka më ndodhen. Tashmë veç u deklaru kjo. Faleminderit shumë. Ndërkohë, njoftoj se një intervistë me Ramush Haradinaj do të keni mundësi që ta ndihni sonte në emisionin Pressing me Leonard Kërçukën, kurse tash flasim për Ardanë Rizvanollin, ministrën e detyrë e ekonomisë, e cila ka akuzuar Serbinë se po i zbaton marrëveshjet në kuadër, se nuk po i zbaton realisht marrëveshjet në kuadër të procesit e Berlinit. Nëse flasim për energjinë, për shembull, një gjë që e kemi përjetuar gjatë gjithë kohës, ka qenë që ne për gjatë gjithë kohës kemi votuar në Këshill të Ministrave ose jemi dakorduar në proces të Berlinit për të thelluar bashkëpunimin. Nga ana tjetër, ende jemi sot në një situatë ku për 5 vite Serbia nuk lejon alokimin e kapaciteteve në linjat e transmisionit. Kjo është një çështje, kjo është domethënë tregti bazike e cila i kushton qytetarëve të Kosovës miliona, e cila i kushton edhe qytetarëve të Serbisë edhe të krejt rajonit. Para krizës, para 5 viteve është vlerësuar se dëmi ekonomik në mirëqenje të qytetarëve për krejt rajonin është rreth 10 milion euro në vit. Kjo ka qenë para krizës. Kosova ka arritur një shtrydje të internetit për afërsisht 100% që e te i kalon edhe mesatarën e BE-s. Kjo është një zhvillimi më pozitiv, mund të them, nga pjesa e digitalizimit, ndërsa siç kemi marrë edhe obligime, po edhe ato që kërkohen nga Bashkimi Evropian është që Kosova të bëjë përpjekje për të zbatuar edhe teknologjinë 5G, e cila është duke u zhvilluar, por që do të duhet të vazhdoj të zhvillohet edhe më tutje. Besim ende me ministrën Rizvanollin, e cila sot nuk është përgjigjur gazetarët e televizionit të shtatë në pyetjen se çka ndodhi me 100 milion eurot e USAID-it për ankandin e erës. Para 4 muajsh e 4 ditësh lancuan ankandin e parë të erës prej 100 megawatt në Kosovë. Ky investim në sektorin e energjisë së ripërtrishme u i kryer nga ekzekutivi u ndihmua nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar. Por ende nuk dihet se çka ndodhi me 100 milionet e USAID-it për këtë projekt, meqense fundet u pezulluan nga presidenti amerikan Donald Trump. E as ministrja e ekonomisë në detyrë Ardanë Rizvanolli nuk pranon të deklarohet për parat në fjalë. Unë me pyetje kërkoni në ju e dini që nuk jap deklarata në rrugë kështu. Po veç për ankondin e erës dhe? Janë ministri, kërkoni ta kemë. Megjithatë, vetëm 3 ditë më parë, ky dikasteri i ekzekutivit njoftoi se do të shpallë kërkesën për propozime për kompani të kualifikuara që përmbushin kriteret ligjore. Mirë po, a mund të kontestohen juridikisht këto veprime të qeverisë së dorëhequr nga palët e pakënaqura? Kur është bërë betimi i deputetëve të Kuvendit të Kosovës të shtunën, atëherë rrjedh edhe mundësia që edhe deputetët aktual të ndërmarrin iniciativë që këto vendime të dërgojnë në gjykatën kushtetuese ose të ushtrojnë kallëzim penal ndaj kryeministrit dhe ministrave për ushtrim të funksioneve të dyfeshta që sipas kushtetutës edhe ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit një gjë e tillë është ndaluar. Sipas ekspertëve, vendimet e marra pas betimit të deputetëve konsiderohen jo legale dhe ndaj tyre mund të ketë pasoja. Flasim tash për minatorët, pra ata të flatacionit e Kishnicës kanë njoftuar se janë ekzekutuar pagat e marsit, mirë po mbesin në diskutim me punëtorët nëse do të dalen nga greva pasi kërkesat e tyre nuk janë plotësuar.
Ndërkohë, ndërmarrjet Trepça kanë njoftuar se pagat kanë qenë të pa ekzekutuara për shkak të problemeve buxhetore dhe përmbarimore. Sot kemi arritur të finalizojmë edhe këto pagesa, pagat për minatorët Artanës edhe për personelin e sigurimit janë kryer më herët. Mjetet financiare janë siguruar nga eksporti i realizuar me datën 18/04/2025 nga njësia e Stantërgut dhe janë shfrytzuar për mbulimin e pagave të njësisë në Kishnicë. Në këto momente pagat për flatacionin janë ekzekutuar në tërësi, thuhet në njoftimin e tyre. Minatorët kanë njoftuar se greven e kanë organizuar për shkak të vonesave të pagës së marsit, nivelizimit të pagave, rigjenerimit të vendeve të punës, kushte dhe sigurinë e punë dhe mos ekzekutimit të mjeteve në trusin pensional. Kurse në studio me mua është punonësja në flatacionin e Kishnicës, Valdete Shabani. Zonja Valdete, mirë se erdha. Faleminderit për ftesën, mirë se gjej. Sigurisht se ne nuk do të flasim për grevat, për paralemimin për greva, mirë po për disa probleme tjera me cilat je ballafaqur ti, po e nisë fillimisht me gjendjen tonë shëndetësore, me këtë gjendje të cilën pra ju sot jeni paraqitur në studion e Emisionit Frontal. S'pari ju falenderoj për ftesën që ma keni dhënë mundësinë të tregoj një realitet dhe disa keq menaxhime të cilat po ndodhin në ndërmarrjen Trepça. Unë jam Valdete Shabani, jam e punësuar në ndërmarrje tani e 14 vite. Nga shtatori i vitit 2024 vazhdoj të përballem me disa vendime të palegjshme, të cilat menaxhmenti saktësisht kryeshefi Faton Ahmeti i ka ndërmarrur ndaj meje. Me datën 4 shtator 2024 unë kam pranuar një email i cili më ka bërë një transfer për në metalurgjin e zingut aty në Mitrovic. Ato me ka ndërguar në një pozit zyrtare e logjistikës, e cila pozit në fakt nuk ka ekzistuar fare në atë njësi dhe nuk është bërë kërkes nga jo njësi për të shkuar unë atë. Kur kam shkuar në atë njësi, shefi i asaj njësie më ka thënë, unë s'kam për të caktuar ty asnjë punë, sepse kjo pozit nuk ekziston tekon. Në atë njësi kanë qenë kushtet shumë të rënda, nuk e dija i keni edhe pamjet e gatshme. Na shoqërojnë në regjia besoj. Kanë qenë kushtet shumë të rënda dhe duke i parë ato, unë kam bërë një ankesë ku ju kam drejtuar Komisionit të Ankesave. Këto është pamja e Kishnicës, nuk është pamja e metalurgjisë së zinkut. Po janë pamjet brenda, besoj që do të... Po, do të transferohet. Unë kam bërë një ankesë... Ju keni punu, fillimisht keni punu në Trepç në Mitrovica, po? Unë kam punu në flotacionin tuneli parë, në Stantërg në Mitrovic. Tash ju punoni në Kishnicë? Tash unë jam me transferuar në Kishnicë. Pra ju nga Mitrovica vini me punu në... Nga Mitrovica ne udhtojmë 110 kilometra në ditje për të ardhur në punë në Kishnicë. Edhe në që gjendja? Jo, tani pasi që e kam pësuar një lëndim, unë jam në pushim mjekësor nga data 27/3. Duhet të vazhdoj ato. Kam bërë në ankesë të Komisioni i Ankesave i Ndërmarrjes, gjithashtu i kam kërkuar takim edhe kryeshefit për të pyetur pse ka bërë këtë dhe kam dashur të takohem në mënyrë të drejtë për drejtë për të gjetur një zgjedhje brenda ndërmarrjes, sepse në fillim sepse nuk jam vetëm one që jam transferuar apo larguar, që nga muaji shtator në ndërmarrjen Trepça ka ndodhur shumë suspendime, transferime dhe lëvizje të vendeve të punës. E pse ju kanë larguar, pse ju kanë prunë juve prej, ju kanë transferuar prej Dëgjoni, ne nuk kemi një përgjigje të detajuar nga menaxhmenti. Një arsye ata kanë dhënë momentin kur kanë vendosur? Jo, nuk më kanë dhënë asnjë arsye. Po. Unë kur kam bërë ankesën, ju kam drejtuar atij dhe kam kërkuar ta kem një takim me të që ti tregoj se nuk është ky vend ku më keni dërguar mu, nuk mund të bënoj sepse kam disa probleme shëndetësore. I njëjti nuk ka pranuar të takohet me mua, po ashtu edhe kërkesa nga Komisioni i Ankesës më është kthyer në mënyrë të gabuar. Këto janë disa emaila ku unë kam kërkuar e shehne takim me kryeshefin dhe i njëjti e ka paraportë që nuk ka kohë të takohet me mua. Këtu e dyta është ankesa që e kam bërë
dhe i kam treguar problemet shëndetësore që ballafaqohem. Çfarë problem? A mund të dim problemet shëndetësore? Po, unë në Këmbën e Majt e kam bërë një operacion në vitin 2022, por në vendin e punës ku kam qenë në tunel të parë nuk më kam penguar ato, sepse unë kam punuar punë administrative dhe punë të financave. E në vendet ku më kanë dërguar këta, kushtet kanë qenë shumë të rënda, jo për mua që i kam këto probleme, po edhe sikur të shkonte edhe dikush tjetër. Të njëjtit, unë këto emaila këtu kam dashur t'i postoj sepse të njëjtit në një intervist jenë munduar t'i ikin përgjithësisë ndaj asaj që e kam bërë dhe kanë thënë se nuk kemi qenë të njoftuar, duke edhe thënë për mua se e kam shefur rastin. Nuk është kjo emaila, kisha dashur të shfaqet ajo emaila ku saktësisht kryeshefi e thot ajo e kam shef rastin dhe personeli këtu nuk ka qenë në DNI, që kjo nuk është as pak e vërtet, sepse unë nuk e kam shefur rastin, sepse nuk është një rast që fshefet. Gjithaj personel me ka njohur mua dhe i ka ditë për problemet e mia, dhe po ashtu edhe në çdo dëshmi këtu në emaila ju kam dërguar dokumentacionin shëndetësor, do të thotë për të pasur ata parasysh kur të shtjellojnë ankesën. Një gjë të tillë nuk e kam bërë. Komisioni në fjalë mund të them se nuk është merrur fare me ankesat e mia. Ja ku është dëshmia ku ju kam dërguar gjitha dokumentet mjekësore, ja ku është emaili tek burimet njerëzore, do të thotë totalisht ata kanë qenë të njoftuar se çfarë problemesh shëndetësore kanë dhe prapë se prapë me kanë kthyer një përgjigje negative. Dhe kur kam shkuar ta marr pikërisht këtë përgjigje, kryetari i këtij komisioni e kam pyetur si mund të jetë përgjigjja negative kur jeni në DNI se çfarë problemesh kanë. Dëshmon edhe me raportin është dëshmia e qartë, më ka thënë ne nuk merremi me këto çfarë dërgohen, ne veprojmë vetëm atë çfarë na thot kryeshefi. Do të thotë ky komision nuk është i pavarur në ndërmarrje, është i kapur nga menaxhmenti i lartë i ndërmarrjes Trepça. Këtu e kam fjalën edhe për këtë komision, edhe për komisionin disiplinor. Do të thotë, unë dhe kolegët e mi në fillim kemi bërë ankesa brenda ndërmarrjes, po ashtu kemi kërkuar edhe ta kem me boardin pictures që mirret me Trepçën. Nuk kemi dashur të bëhet kjo shumë mediatike apo të shkojmë te avokatët e këto, sepse kemi dashur ta shpëtojmë Trepçën, jo, por të njëjtit nuk na kanë pranuar, në asnjë takim dhe nuk na ka përkrahur fare. Kjo na ka bërë që ne të vazhdojmë me ankesa të tjera tek inspektorati, tek gjykata dhe po ashtu kur më kanë dërguar në këtë njësi, e kam njoftuar zyrtarin për mbrojtje dhe shëndet në punë, që do të thotë është zyrtarin brenda ndërmarrjes Trepça. I kam thënë, a mund të veni të shikoni ambientin se ku me kanë dërguar. Po mi besoj që do të shfaqen se keni dërguar këto pame që flasin për ambientin brenda të punës, ku jo dhe të tjerët punoni, sepse... Po, ato ka punëtor që unë ndjej shumë keqardhje që ata njerëz duhet mu përballë çdo ditë dhe me shku në ato ambiente, se ato nuk mund të quhen ambiente të punës. Ato gjithçka mundesh me i thonë, por jo dhe ambiente të punës. Se çush janë këto ambiente? Nuk e di, nuk është kjo video, mund të është një video nga ajo metallurgjia. Po, edhe këto pak a shumë tregojnë kushtet e punës. Po, kjo është ambienti në Kishnicë. Ato mbetat kur ka ardhur zyrtari i mbrojtjes në punë, do të thotë që është i përzgjedhur nga Trepça, e ka parë vendin ku më kanë dërguar mua dhe ka reaguar tek kryeshefi. Çfarë ka bërë menaxhmenti? Edhe zyrtarit përshëndet në punë, zotrit Florim Selimi, edhe mua të dyve na ka bërë transfer në njësin e Kishnicës. Do të thotë një largësi 110 kilometra nga Mitrovica. Pse ka bërë këtë? Vetëm pse kemi filluar me hapat më të tjeshëm për të kërkuar të drejta tona. Unë s'kam kërkuar diçka që është e pamundur. Dhe qysh në ankesën e parë, e kam cekur, unë jam në gjendje të jap kontributin tim për Trepçën, por të jap kontributin tim aty ku jam e kualifikuar dhe jam e diplomuar. Unë jam ekonomiste, master e diplomuar, kam punuar në administrat të financave dhe në Stantër dhe në tunelin e parë, kam punuar 7 vite
mund të them lirisht, kam qenë njëri ndër ekspertët në këtë drejtim në ndërmarrje, gjithmonë kam pasur fjalë dhe të mira nga udhëheqësit e tjerë, nuk kam pasur asnjë vrejtje për moskryrjen e detyrave. Dhe e tërë kjo urrejtje mund të them se ka ardhur veç pse i kam kryer detyrat me rregull dhe me sakt, dhe pikërisht këtë e ka bërë shoqëri Sadiko. Shoqëri Sadiko është drejtori i njësisë standardit dhe flotacionit. Ai ka bërë gjithë këtë dhe gjitha direktivat ja ka dërguar kryeshefit Faton Ahmeti për të na larguar neve nga ndërmarrja, sepse nuk jam vetëm unë ato e larguar, ka dhe kolegë të tjerë ku të gjithë këta janë profesionist, janë njerëz me përvojë, janë njerëz që kanë jepur kontribut për ndërmarrjen Trepça, dhe pikërisht ndaj meje shoqëria Sadiku e ka bërë këtë direktivë veç pse unë i kam kryer gjitha punët me sukses. Dhe mua di, nëse dikush e kryen punë me sukses, nuk besoj që duhet më pas një arsye. Po shoqëria Sadiku e ka bërë këtë. Pse? E ka bërë këtë sepse mi ka marrur mua gjitha detyrat çfarë i kam kryer në flotacion për të pasur ai më të lehtë manipulimin me vendime dhe me meditje për punëtorët. Dhe kjo edhe veç ka ndodhur, pasi jam larguar unë me direktivat e tij, ka pasur rast kur për shembull një punëtorit në flotacion, shoqëria Sadiku i ka bërë vendim të njësisë standardit, ndërsa ai ka punuar në flotacion. Këtë e ka bërë vetëm se ka qenë njeri i tij dhe për të marrur ai një pak më të madhe, që do të thotë ka vazhduar me shkelje të ligjeve rreth vendimeve. Në vendin ku kam punuar unë në flotacion, pasi që jam larguar unë, ai dërgon një punëtor sigurimi. Tash mund të shihni krahasimin që unë jam larguar dhe kënde ka sjellur ai. Po ashtu ka ndodhur edhe me kolegë tjerë. Gjithashtu edhe drejtori i flotacionit është larguar, është sjellur njeriu i shoqërisë Sadikut, i cili asnjë kusht nuk e plotson sipas rregullorës së punës. Ka ndodhur edhe me kolegë të tjerë. Kur kam shkuar në Kishnis, do të thotë me 15 vjetor që jam transferuar atje me ka pritur drejtori i asaj njësie, kanë dje shumë keqardhje për atë transfertimin, sepse nuk e ka bërë një kërkesë të tillë që unë i duha. Jo, ndërsa kryeshefi në një intervistë thotë kam kërkesë, e por të njëjtën ja ka demantuar drejtori se nuk e ka pasur atë kërkesë. Kur kam shkuar ato, ai ka ndjerë pra keqardhje dhe më ka thënë do të ndihmojmë çfarë do kemi mundësi nga ana jonë, sepse na ka ardhur urdhër dhe duhet edhe ta bëjmë. Pikërisht këto, unë kisha dashur ta falenderoj gjithë atë staf dhe jam për jetë, mund të them, mirënjohës, sepse na kanë ndihmuar, na kanë përkrahur, posaçërisht mua, kur e kanë ditur që kam probleme shëndetësore, gjithmonë më kanë dalur në ndihmë, sepse në vendin ku unë jam dërguar, e keni ndoshta një video. E kemi, që me mujtë edhe me citë regjia, i shkon edhe marrë një. Kur të jeni gati, unë mund të flas. Në vendin ku jam dërguar unë, është depoja Doracake e flotacionit. Ato ka materiale me pesha të rënda, që unë nuk e kam pasur një përvojë të tillë sa të punoj në atë njësinë. Ndoshta edhe kjo ka ardhur edhe shkak i lëndimit. Sepse ditën e lëndimit... Po flasim për qëtë po, kjo është, mund të këthejnë edhe njerë nëse ka mundësi. Po. E sheni këtë derën, vetëm kjo dera, do të thotë sikur mos të kisha bërë asë një pun tjetër. Vetëm kjo dera, për të hapur, i ka dikon mbi 200 kg. Do të thotë kolegët mu, gjithmonë me kanë ndihmuar dhe me kanë dalur në ndihmë, po ka qenë edhe pa mundur që gjithmonë të jena afërme. I sheni pra këto kushtet e punës, e sheni qëfar materiale shka. Qëfar punë banë të këto? Une këtu jam udhëhecë. Pra kjo është veni i punës këtë i punë? Po, është veni i punës edhe ku jam lënduar këto. Atë ditë do të thotë, une përmenda ma ere që nuk kam pasur përvoj për një vend tillë, sepse atë ditë atu kam qenë me drejtuesin tem, duke punuar, kemi qenë duke i futur disa bulona mbrenda këto në këto raftet.
Unë e kam kapur atë bulon duke mos e njohur që ka një peshë të rëndë, sepse s'kam pasur përvojë në ato. Dhe kam hyrë këtu mbrenda për ta futur në këto raftet. E drejtuesi, ai do të thotë zotri Visar Zeinullau, më ka thënë mos e prek, por unë e kam kapur me fut mbrenda, ti ndihmoj, ti fusi më shpejt këto, sepse ka qenë e pamundër gjithmonë punët e mia t'ja vlet të tjerëve. Kur kam hyrë këto, me bulonin në dorë, nuk e kam vrejtur që ma ka marrë anën nga pesha, por ajo me ka rëshqitur nga dora dhe me ka rënë këtu në këmbën e majtë ku edhe me ka lënduar. Në atë moment, unë me njëherë kam filluar me dhimbje të këmbës dhe si pas kolegut që ka qenë ato dëshmitar, i njëjti me ka të reguar se unë e kam humbur vedien nga dhimbjet që i kam pasur dhe a i ka vrapuar dhe i ka thirur edhe stafin tjerë dhe me ka ndërguar në emergjencën e Prishtinës, ku me kanë vendimin e parë me disa injeksione, po ashtu dhe me disa infuzione. Nga ajo ditë, unë vazhdoj të jem në pushim mjekësor, sepse nuk jam në gjendje për të punuar, gjithashtu nuk jam edhe në gjendje edhe në shtëpi që ti, por po vazhdoj për ti duke i marrë terapit dhe duke i bërë edhe disa ushtrime fizikale. Ku përpikja jote po vazhdojnë mu rikëthy sërish atë ku ke qenë? Dëgjo, unë veç e kam fituar në shkollën e parë, do të thotë në gjykat, dhe kam fituar për të kthyer në vendin e punës, por menaxhmenti e ka dërguar në apel përsëri ankesën. Edhe pasi kanë qenë të njoftuar, përsëri e dërgojnë në apel dhe mundohen të ikun përgjithsisht çfarë e kam bërë këtë. Probleme me shëndet ka shumë punëtor, nuk jam vetëm one në këto çfarë i kam bërë. Ka kolegë që janë me sëmundjen e tumorit, ka kolegë që kanë stenda, për shembull kolegu që unë udhëtoj me të është me stenda. Do thotë ne çdo ditë në këtë rrugë ne ndihemi të rrezikuar në vozitje dhe për këtë lëndim fajtor është menaxhmenti dhe do të saksisht Faton Ahmeti, Shoqëri Sadiko. Këto, unë e shoh fajtor edhe zyrtarin ligjor, do të drejtorin e ndërmarrjes, sepse drejtori i një ndërmarrje duhet ta orientoj, se kryeshefi nuk është e domosdoshme ta njeh komplet ligjet. Detyrë e tina është ta drejtoj që çfarë të veproj me vendime. Do thotë ai nuk e ka bërë një gjë të tillë dhe nuk ka dalur asnjëherë me një komunikat për të treguar për këto padrejtësi që po ndodhin me punëtorët. Të njëjtit janë fajtor, mund të them, kryeshefi ka dhe 2 këshilltar. Dhe as të dytë ata më kanë njohur mua dhe nuk i kanë jepur ndonjë mendim që nuk jam për atë njësi. Tjetra, ekziston komisioni i ankesave, kur nuk kemi pasur asnjë përkrahje nga ta. Si kemi dërguar ankesa, me njëherë i kemi marrën në mënyrë negative. E këto dua pak edhe të ndalem. Do të thotë, grupi të cilin i ka suspenduar, transferuar, apo larguar nga puna kryeshefi, komisioni i ankesave, komplet këtyre ju kthen përgjigje negative. Ndërsa, ka ndodhur tani një rast kur drejtori i njësisë së Kishnicës i bën një vrejtje dhe një suspendim një punëtori për një kërcënim në punë, komisioni i ankesave i kthen përgjigje pozitive. Do të thotë për atë bën të kthehet pozitive, ndërsa për ne nuk bën, për ne përveç që kemi probleme shëndetësore, nuk kemi pasur asnjë vrejtje në punë. Këto edhe kisha dashur të lidhem. Ka njerëz brenda ndërmarrjes që kanë pasur vrejtje, ndoshta mund të them 2 edhe 3 vrejtje me shkrem, i kanë në dosjet e tyne, dërsa menaxhmenti ata i kanë ngritur në pozita të larta, dërsa neve na ka larguar, sepse gjithë ne ka një arsye, sepse do të jetë një arsye. Çfarë të them? Nëse që ka ndodhur për një qëllim saktuar. Unë kam kërkuar edhe një herë, po du me tregu, kam kërkuar të ballafaqohem me të dytë, edhe me kryeshefin Faton Ahmeti, edhe me drejtorin Shoqëri Sadiko.
po du në mënyrë të drejt për drejt të më tregoni një arsye pse e keni bërë këtë, dhe ju kam thënë që jam e gatshme edhe para mediave, edhe në zyrët e juve, por nuk kam pranuar asnjëherë për një përgjigje të detajuar rreth neve. Dhe të gjithë ne i kemi fituar rastet në inspektoriat edhe po ashtu edhe në gjykata. Këto kisha dashur të lidhem. Ka pasur kolegë, për shembull, që kanë fituar rastin në inspektoriat dhe kanë fituar rastin edhe në gjykat, ndaj atyre arsyetimeve që i kanë pasur për transferim të vendit të punës. Çfarë ka bërë menaxhmenti? Pas kësaj ju ka bërë suspendimin, që do të thotë nuk e ka aprovu vendimin e gjykatës, po ka fillu me tjera ku i ka bërë suspendim me 50% punës dhe duke larguar nga puna. Tani këto mund të them se gjithë ne punëtorët jemi në gjendje shumë të rëndë për të shprehur mendimin e lirë, për të ndjekur rrugët e ligjore. A mendon që mund të hakmerët, për shembull, edhe kjo intervistë mund t'ju penalizojë? Unë këtë kisha dashur të them. Mua më kanë thënë shumë dhe unë e pres një gjë të tillë sepse mundën ta bëjnë, por unë nuk e kam ndërmend të mdalem, sepse dua që të gjithë ta kuptojnë çfarë kanë bërë këta. Unë edhe në media tjera i kam ftuar, dua t'i ftoj edhe tani, edhe prokurorinë e Kosovës, edhe policinë e Kosovës. Për rastet tona janë të njohura, edhe ministrja që ka qenë në detyrë zonja Rezvanolli. Ne çdo herë e kemi njoftuar për këto çfarë po ndodh. E kemi njoftuar edhe kryeministrin, realisht unë nuk mund të them se duhet ai personalisht më mirë me neve, po i ka këshilltarë të cilët kanë qenë në ngjarje çfarë ka ndodhur. Asnjëri prej tyre nuk ka marrur ndonjë mas ndaj kryeshefit dhe ndaj atij menaxhmenti që është duke e udhëhequr trepshin. Unë edhe një herë ceka, po unë e pres ndonjë, për shembull, ndoshta ndonjë suspendim ose diçka, se kur ka ndodhur me kolegët e tjerë, pse mos më ndodhi edhe me mua. Ka qenë një rast, një ditë, këto në njësinë e Kishnicës, ka ardhur kryeshefi tek drejtori dhe njëri koleg nga ne të transferuarit ju ka ofruar dhe i ka bërë një pyetje, a mund të di cilat janë rrugët ligjore që na ke transferuar këto në këtë njësi, kur nuk njësi s'ka pasur fare kërkesë për një. Çfarë ka bërë kryeshefi? Ju është hakmerur dhe i ka bërë tjetrin vendim ku e ka transferuar edhe me larg në njësinë e Artanës. Do të thotë, ndoshta e njëjta mund të ndodhë edhe me mua, ndoshta edhe me kolegë të tjerë. Unë e ceka edhe një herë dy komisionet, komisioni i ankesave dhe komisioni i disiplinor, që të dytë janë të lidhur me menaxhmentin e trepçës. Ata fare nuk merren me punëtorët. Përkundërzi, ka raste ku ekzistojnë kolegë që dhe i kanë dëshmit, ku në komisionin disiplinore dhe janë kërcënuar, për shembull, pse ke folur këtë gjë ose pse këtë gjë. Ju tani veç jeni mësuar se në Trepçe ekzistojnë grevat për mosmarrje të pagave. A ke marrë pagën? Po, tani sot i kemi marrë pagat. Në grevë, mund të them, sikur ndoshta edhe edhe kolegë tjerë, nuk janë më punëtorët vetvetja, sepse kushtet ekonomike i bëjnë që ata më të dalin nga kontrolla dhe po ashtu edhe mund të flasin ndonjë fjalë sikur ndaj kryeshefit apo ndaj kolegut tjetër, e nuk është e rrugës që të hakmerrësh për një gjë që kërkon të drejtat e veta. Kush është personi, sepse jemi në fund të kësaj bisede, po kush është personi ky që ju konsideroni që mundet me rregullu këtë punë dhe me ndalë këtu padrejtësitë të cilat ju thonë që po ndodhen? Unë mund të them Prokuroria e Kosovës, Hektuesia dhe Policia, sepse unë tjetërkon nuk shoh zgjedhje. Ne kemi ndjekur të gjitha rrugët. A keni kërkuar nga policia, nga prokuroria? Po kemi kërkuar, po deri me tani nuk e di, nuk kemi informata, sepse nuk është bërë diçka nuk është ndërmarrur ndaj tyre. Kisha dashur të them veç edhe një gjë nëse është e mundur. Këtu në këtë drejtim ne nuk kemi marrur as ndihmë as nga sindikata,
e cila merret me të drejtat e punëtorëve, sepse veç jemi antar të saj, bëjmë pagesën me rregull si duhet, përveç kryetarit Ibrahim Yunusi, i cili më ka telefonuar në mënyrë morale, në mënyrë zyrtare për mua dhe për kolegë tjerë, asnjëri nuk ka ndalë. Dhe mund të them komplet, kryesia e sindikatës janë njerëz të shoqërisë Sadikut, që im shefin këto çfarë po ndodhen. Dhe kjo ndoshta se unë jam njëri prej këtyre që kam dalur më shumti në media, sepse rasti im ka qenë pak më i rëndë. Nuk kam dëshirë që kam dalur kaq shumë në media, por këta me kanë shtyrë ta bëj këtë, sepse s'kam gjetur zgjedhje askon dhe kam dashur që kjo të bëhet publike dhe prokuroria dhe shteti të merren me këta njerëz. Ne nuk jemi asgjë që shtojmë diçka çfarë nuk është. Ne flasim vetëm për dëshmi dhe keq menaxhem çfarë ka bërë ky menaxhment. Sigurisht kjo është, se më thonë, njëra anë e medaljes, çfarë ju po thoni, studia e misionit frontalësh të hapur edhe për anën tjetër, në këtë rast për menaxhmentin, për ta dhënë versionin e tyre, sepse ju i dhatë versionet e juve, ndoshta edhe ata kanë për thënë diçka, kështu që unë i bëj ftesë aty që të vini këtë studio dhe të thonë nëse kanë çka për të thënë. Unë e ceka dhe me heret, unë i kam ftuar, ju kam thënë nëse jeni të gatshëm, dalim edhe para mediave në mënyrë që gjithçka të shifet realiteti, por nuk e kanë pranuar një gjë të tillë, sepse tani më e kanë kuptuar me gabimet çfarë i kanë bërë dhe nuk e di, ndoshta po mundohen të i ikum përgjegjësisë për atë çfarë e kanë bërë, por një gjë e tillë nuk mund ta fshehësh, sepse gjithë nga gjykata i kemi marrur vendimet pozitive, po ashtu edhe nga inspektoriati, e një gjë kjo gjë nuk i sjell të mira ndërmarrjes, përkundërzi i shkakton humbje financiare, secili prej neve jemi dëmtuar edhe me pagë. Gjithë të transferuarit që na kanë transferuar në Kishnis, gjithëve na i kanë zbrit pagat, gjitha shpenzimet duhet mi kry vetë, për udhëtim për të gjitha ne duhet mi bërë vetë. E sheni tani më jeta është bërë shumë e shtrajt, gjendja ekonomike është vështirësuar, e tërë kjo është nga keq menaxhimi i këtyre njerëzve që unë i përmenda deri më tani. Unë falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Unë ju falenderoj juve shumë për mundësinë që ma keni dhënë. Shpresoj që një ditë do takohemi dhe do të flasim për gjëra më të mira për Trepçen, sepse mendoj veç që ja vlen me fol për një ndërmarrje të cilën ne e njohemi si krenarinë e Kosovës. Ju falenderoj për ftesën. Falenderoj ju të nderuar shikues që keni qëndruar në emisionin frontal, këtu po japim fond për sot.